Kërkesa e prokurorisë në gjykatën speciale në Hag për 180 vite burgim apo 45 vite për secilin prej 4 çlirimtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin e Recep Selimin, ka ngjallur reagime të shumta si nga qytetarët ashtu edhe nga krerët shtetërore institucional në vend. Sipas reagimeve, padrejtësia që po ju bëhet çlirimtarëve në Hag tashmë më shumë se 5 vite, rëndon mbi plagët ende të hapura nga lufta e fundit në Kosovë, e madje kur tashë gati 27 vite, nuk janë shqiptuar dënime ndaj kriminalëve serb, që shkaktuan rreth 250.000 viktima në Kosovë e Bosnjë e Hercegovinë. Reagime ka pasur edhe nga krerët shtetëror në Kosovë, Shqipëri e Muxher, të cilët e kanë cilësuar kërkesën e prokurorisë për burgim me 45 vite të 4 çlirimtarëve si të padrejtë. Ndërkaq kujtojmë se më 17 shkurt, në përvjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, do të organizohet protesta në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s, të cilët po mbahen në Hag. Protesta është organizuar nga platforma Liria ka emër dhe është 6-ta me radhë, pas mbajtjes së 5 protestave të tjera të mbajtura në Prishtinë, Hag, Tiranë, Strasburg dhe Shkup.